أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Hamdi të konë Allahu Gjeleshanuhu, salavatët tona qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndarshëm. Amin. Gjematin dërum, në biografinë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nëse marrëm të lexojmë, do të gjejmë një raport të shkëlqyeshëm pejgamberit alayhis salam në kohë të paqes me njerëzit të cilët e duan paqen. Po edhe ishte i ashpër në moment kur duhej të luftohet zullumi dhe padrejtësia. Dhe kur shkoi pejgamberi alayhis salam në Medinë, formimi i shtetit islam është bën Medinë. Do thot në Medinë për spari herë e kemi situatën e pejgamberit alayhis salam përpos si pejgamber, po edhe si udhëheqës shteti. Se në Mekë pejgamberi alayhis salam ishte pejgamber, po aty nuk kishte pushtet politik, nuk kishte mundësi që ta merr udhëhecinë në dorën e vet, sepse paganët, idhujtarët e kishin në durët e veta. Moment që shkoi pejgamberi alayhis salam në Medinë, aty pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam e formoi shtetin e parë në bashkëpunim me Medinasit. Prandaj edhe kur shkoi pejgamberi alayhis salam për spari herë në Medinë, e boni vllaznimin e mekelive me banorët e Medinës. Se prej Mekë në Medinë nuk ishin gjithë një familjes, pse janë këtë arab, nuk do thotë se këtë ishin familje me njëri tjetrin. Dhe tash ta pranoje dikush një njeri të huaj në shtëpi vet, ishte pak vështirë. Dhe kështu pejgamberi alayhis salam i vllaznoi mekelit me Medinasit, secili ta konsideroje njëri tjetrin vlla, përndryshe do ishte e pamundshme të formohet shteti islam. Por pas kësaj, pejgamberi alayhis salam boni edhe pajtimin e dy fiseve më të mëdha në Medinë, Ausi dhe Hazreji, të cilët ishin fiset më të mëdha, por që kishin luftuar tham javën e kaluar me vite, 110 apo 130 vjet kishin luftuar njëra me tjetrën. Dhe pejgamberi alayhis salam i pajtoi që të mundet të formohet një shoqëni e shëndosh, se në vend ku nuk folin me njëri tjetrin, nuk ka mundësi të ketë aty punë të shëndosh pastaj. Dhe përpos kësaj, pejgamberi alayhis salam e shkrujti edhe kushtetutën e Medinës. Kushtetuta e Medinës përbëhej prej 52 neneve. Prej këtyre 52 neneve, 25 ishin për drejtat e muslimanëve, 27 ishin për drejtat e jo muslimanëve. Pra pejgamberi alayhis salam në shtetin e vet të Medinës i parapa edhe drejtat e krishterëve dhe jahudive. Edhe pse ata ishin pjesë e vogël e shoqërisë së Medinës, pejgamberi alayhis salam edhe ato ishin pjesë e kushtetutës. Shife xhamatin nderuar. Para 1400 vjetëve pejgamberi alayhis salam një pakicë ka bë që të jese edhe ajo pjesë e kushtetutës, ndërsa ne këtu nuk na mundsohet, edhe pse jemi vendas shqiptarët, edhe pse si musliman shqiptar jemi vendas në Maqedoni, edhe pse jemi një numër i madh i konsiderueshëm, as nuk do të bëjë hesab. Pejgamberi alayhis salam që para 1400 vjetëve jahudit dhe krishterët që ishin pakicë në Medinë i shtifën kushtetutën e vet. Dhe nga kjo çfarë kuptojmë? Se pejgamberi alayhis salam ja u mundsoi jahudive që të rrojnë bashkë me muslimanët. A dojnë të jetojnë paqe? Po, bujrëm. Muslimani nuk është për ta mbyt kërkandin. Muslimani nuk është për të bërë luftë me dikandin kot e kot. Muslimanët nuk e kanë të urdhënuar që të bëjnë të thotë zullum mbi tokë, që të bëjnë zullum tjetrit. Jo, muslimanët nëse doin me ne të rrojnë me të mirë, çdo herë ka pas mundësi. Edhe pejgamberi alayhis salam këtë na e mundsoi dhe na e mësoi.
Pejgamberi alayhis salam jetoi bashkë me krishterët dhe jahudit në Medinë. Dhe bon marrëveshje se Medinën ndarojnë bashkë. Nëse dikush e sulmon Medinën, edhe në muslimant, edhe krishterët, edhe jahudit do ta mbrojmë krejt bashkë. Kur të vije punat na sulmoje dikush, jo vetëm musliman dalin e të vritën e jahudit e krishterët të rinë. Jo, Medinën do ta ruajmë krejt. E nëse do jeni pjesë e kësaj marrëveshje, atëherë do t'i keni drejtat barabarta me tjerët. Dhe kështu pejgamberi alayhis salam va dha këtë shans jahudive dhe krishterëve që të jenë pjesë e shoqënisë së Medinës. Po çka bën xhamat? Fisat jahudie, Beni Nadir, Beni Kurejda, Beni Kejnuka, këto ishin 3 fisat më të mëdha jahudie në Medinë. Dhe këto 3 fise e shkrujtën marrëveshjen me pejgamberin alayhis salam, se do ta mbrojmë Medinën bashkë. Po e kemi përmend në ligjëratët e kaluara. Jahudit e kanë problem ta mbajnë marrëveshjen. Jahudit e kanë problem që t'i rrinë asaj fjalës vet pas. Vet e thun, vet e nënshkrujnë, edhe vet në fund tradhtojnë. Kështu bën edhe me pejgamberin alayhis salam. Dhe në vend se ta mbrojnë Medinën nga pabesimtarët, idhujtarët Kurejsh, ata përkundrazi shkuan dhe bon aleancë me ta. Shkuan edhe në luftën e Hendekut. Besoj ju që keni qenë në hax, po edhe ato që shkojnë numre, në Medinë shkojnë e bëjnë zjaret një xhami që është xhami e Hendekut. Aty është ai Hendeki, të cilin e kanë ngri muslimanët për ta mbrojtur Medinën prej mushrikëve, të cilët kanë ardhur prej Mekës të sulmojnë muslimanët Medinë. Dhe pejgamberi alayhis salam nën rekomandimin e Selman el Farisiut e gryen një hendek që të mundën ta mbrojnë Medinën. Dhe në këtë mënyrë e pështuan qytetin. Po jahudit në vend se të jenë krah për krah me muslimanët, se vetë pa të nënshkruajtur marrëveshjen se nëse dikush e sulmon Medinën, ne do t'ju ndihmojmë. Po çka ndodhi? Në moment kur Kurejshët, idhujtar, mushrik erdhën ta sulmojnë Medinën, çka bën jahudit? Në vend se të rinë në anën e muslimanëve, shkuan u bën në anën e mushrikëve. E tradhtuan pejgamberin alayhis salam, e tradhtuan marrëveshjen që e kishin shkruajtur me pejgamberin alayhis salam dhe shkuan u bën truç me mushrikët kundra pejgamberit alayhis salam. Dhe sot e kësaj dite kije disa prej orientalistëve të cilët e vendojnë këtë në fokus dhe thonë që Muhamedi alayhis salam i ka mbyt jahudit. Muhamedi alayhis salam i pas ka vrarë jahudit në Medinë. Po, dhe është e vërtet, po pse ndodhi kjo? Pse ndodhi xhamat? Pse ndodhi? Se bashkë momentin kur ai duhet të ta mbrojë shpinën, ai ja çeli derët mushrikëve që të hinë ta sulmojnë pejgamberin alayhis salam. Dhe nëse në këtë rast lufte dikush tradhton, çfarë është puna me atë njeri? A duhet ta shpërblejmë ata dënojmë? Po edhe shteti i Maqedonisë, me kanë që ti i thot se unë do ta bëj një marrëveshje me ty dhe do qëndroj, dhe nëse e tradhton, në fund plumin dhe hash. Nëse je tradhtar i shtetit tënd, po edhe ai amerikani nëse shteti vet do thot i thot një sen dhe ai tradhton, në fund e ka plumin. Po edhe gjermani në fund ja tradhtarit i ka dhënë plum. Sicili tradhtarin nuk e don. Mund të falet diçka tjetër, ama tradhtia nuk falet. O shumë e rënd falet tradhtia. Edhe pejgamberi alayhis salam boni marrëveshje me jahudit e Medinës, po ato e tradhtuan marrëveshjen. Dhe ja çelën dyert portat e Hajberit që të mundet të sulmohet pejgamberi alayhis salam. Dhe prandaj i dashmi on Resulullah sallallahu alaihi wasallam, moment që e kryti punën me mushrikët dhe muslimanët mendon se u kry më çështja, u përfundua dhe kjo luftë. Edhe pse nuk pa dëni lufta ashpër shkaku i Hendekit, po në moment që ata u tërhoqën pas 2 javë që qëndruan aty, ata u kthyen prap. Dhe muslimanët mendon se u kry puna. Pejgamberi alayhis salam çka tha? Se ishte koha e iqindis. Tha, nuk ka tha namaz të iqindis derisa të mbrim tha te Beni Kurejda. Deri të mbrim të jahudit shkojnë të mirë mi vesh me ata, nuk ka të falme të iqindis. Edhe më një herë u nisën, do thot
I qindia i zu për udhë. Disa thanë do ta falim, disa thanë jo, pa mbrit e pallatet e kalaje e tyne nuk ka të falë me ti qindis. Dhe shkun edhe i nxorën prej qytetit edhe i përzun prej Medine. Xhamat, kështu ka qenë tradhtia e jahudive dhe me pejgamberin alayhis salam. Bon marrveshje të treç këto fise me Beni Nadir, me Beni Kurejda, me Beni Kejnuka. Të tre këto fise e tradhun pejgamberin alayhis salam. Asnjëna prej këtyre fiseve të jahudive nuk e mbajti marrveshjen me pejgamberin alayhis salam. Edhe pse ato vetë nënshkruajtën. Ama në fund të tre fisët tradhun dhe që të trija pejgamberi alayhis salam i përzun prej Medine. Po këta nuk u mjaftun vetëm me këtë. Me tradhin nuk u mjaftun. Jahudit përpos kësaj deshen edhe ta mbytin pejgamberin alayhis salam. Në tre raste Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jahudit kanë bërë tentativ atentat për ta mbyt pejgamberin alayhis salam. Një rast tregohet se gjatë një nate duke hec pejgamberi alayhis salam në një breg, disa prej jahudive bën plan që ta shtyjnë dhe ta hedhin atje poshtë. Në rastin e dytë ishte kur shkoi pejgamberi alayhis salam që të boje muhabet me këta ta shohe se si i qëndrojnë ata marrveshjes, ata i thanë rritha mbas murit edhe prit. Dhe këto hinë prej mbrenda murit. Dhe e bon plan, thanë do ta marrim një gurit madh, edhe do ngjitmi mbi mur. Edhe Muhamedi alayhis salam nuk na sheh, edhe ne do t'ja fugmi Muhamedin mbi krye. Dhe në këtë mënyrë do ta mbytim Muhamedin alayhis salam. Dhe ata duke e kërku gurin, Allahu xhaleshanuhu e dërgoi melekun Xhibril dhe i tregoi për planet e tyne. Dhe Muhamedi alayhis salam i erdhi më një herë meleku Xhibril, i tregoi tha largo prej këtu se e kanë bën një jetë me të mbyt. Këta janë të lyp gurit të ta fugin mbi krye të të mbytin. Largo prej këtu. Edhe atëherë u largu pejgamberi alayhis salam dhe pas ata e kanë tradhtu marrveshjen dhe në këtë rast u shpalli luftë. Rasti i tretë apo tentativa e tretë që deshën jahudit ta mbytin pejgamberin alayhis salam ishte ka vitet e fundit të pejgamberit alayhis salam dhe një grua jahudie mor edhe e boni një copë të shpatllës së kinxhit, një mish të pjekut e poq edhe pregaditi dhe pastaj mbrenda saj futi helm, i shtif helm. Edhe ajo e dinte se e kishë ndëgjuar se në Medinë muslimanët e bëjnë fjalë se pejgamberit alayhis salam i pëlqen shpatlla e kafshës. Do thotë kur e kanë pregadit mishin, shpatllën e kanë pregadit për pejgamberin alayhis salam. Dhe duke e ditë edhe kjo jahudika e kishë mësuar dhe e kishë pregadit një mish, edhe atë mishin lese ka pjek, po edhe i ka shti hen që ta mbyte pejgamberin alayhis salam. Dhe shkon dhe ja dërgon. Dhe pejgamberi alayhis salam vetëm sa e proft një pjesë të vogël. Disa prej muslimanëve që ishin sofër me to hangrën. Thuhet se dy sahabe vdiqën prej këtij mishit helmum, ndërsa pejgamberi alayhis salam vetëm një copë e provoi dhe e lajmëroi Xhibrili alayhis salam se mishi është i helmum. I tha mos e ha këtë mish se kjo është e helmum. Kjo është edhe një pjesë e mevludit të cilën si recital, si poezi e këndojmë, se kinxhi i tha mos më hasim kanë zehru apo më kanë helmu. Pra, në aty në rrëfimin e mevludit tregohet se kinxhi ka fol, ndërsa realiteti dhe në hadithe tregohet se meleku Xhibril ka ardhur dhe i ka tregu pejgamberit alayhis salam se mishi është i helmum. Edhe pejgamberi alayhis salam tregon vetë dhe nga fundi i jetës, kur ran shtrat prej smundjes prej cilës edhe vdiq, vetë pejgamberi alayhis salam thot ende thot e ndi thot atë idhin e helmit të atij mishit të cilën jahudika e kishte vëndu para meje. Pra, bile sipas disa ulemave historianëve, thuhet se pejgamberi alayhis salam ka vdek prej këtij helmit. Disa prej historianëve e përfundojnë do thot arsyen se vdekja e pejgamberit alayhis salam ka ardhur nga helmimi që ja bon jahudit në këtë kinxhin e helmum, të cilin pejgamberi alayhis salam pak e provoi, po helmi i fuqishëm do thot është i rrezikshëm. Dhe pejgamberi alayhis salam, pra nga kjo kuptojmë se jahudit i kanë bë atentat dhe tentativ për ta mbyt edhe pejgamberin ton alayhis salam.
Dhe çfarë ndodhi këtu? Në moment kur pejgamberi alayhis salam e provoi këtë mish, dhe Xhibrili i tregoi, ai më njëherë e thiri atë jahudikët. E thiri edhe e pyeti, tha, a i ke shti, tha, hel? Tha, po. Po tha, pse e bone? Po tha, unë e pregadita këtë misht helmum për një arsye. Thot, nëse ti dhe ishe pejgamber i vërtet, thot, Zoti do të lajmërojte. Po thot, nëse dhe ishe një gënjeshtar, thot, ne do lirofshim prej teje. Po pasit pas ka tregu, Allahi ti ka në pejgamber. Ama prap nuk u bo musliman. Dhe pejgamberi alayhis salam ja fali. Edhe pse ajo u mundu ta helmoje, edhe pse ajo u mundu ta mbyte, pejgamberi alayhis salam ja fali asaj. Pra, nga kjo e shohim se sa i mëshirshëm ka qenë pejgamberi alayhis salam. Edhe ata që ja kanë desh të keqen, pejgamberi alayhis salam nuk ja u ka kthyer në të njëjtën mënyrë. Ndërsa ata i kanë bërë tradhit më të mëdha, e përsëri sot e kësaj dite e shohim se janë të bëjnë të njëjtën me muslimanët. Inshallah Allahu Teala të mbrojë muslimanët e Palestinës nga kurthat e jahudive. Inshallah Allahu Teala t'ju japë fitore muslimanëve dhe të mbrojë nga zullumi dhe diktatura e jahudive në Palestinë, që çdo ditë vin duke u shtu dhe çdo ditë vin duke u ashpërsu. Inshallah Allahu Teala t'i ruaj ato muslimanë, t'ju japë mbrojtje nga zullumi i zullumqarëve, dhe inshallah zullumqarët të gjithë të cilët bashkarisht janë bërë bashkë që ti dëmtojnë, që ti vrasin dhe ti mbytin muslimant, inshallah Allahu që u shkatroje planet e tyne, dhe inshallah Allahu Teala për hir të këtij Ramazanit që u japë fitore muslimanëve, ndërsa pa besimtarët, zullumqarët të cilët e synojnë shkatrimin e muslimanëve, Allahu t'i shkatroje ata. Inshallah Allahu të gjithë planet të cilët i bëjnë për t'i dëmtu muslimanët, që u ktheje atyne që u rikthehet në të njëjtën mas. Inshallah Allahu të na mbrojë gjithë muslimanëve dhe inshallah të gjithë të jemi në shërbim të dinit islam, duke e thënë të vërtetën dhe duke e mbrojtur të vërtetën. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.